Kryetari i qytetit të Kievit, Vitali Klitschko, ka falendëruar kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, për përkrahjen e vazhdueshme që Kosova i ka dhënë Ukrainës që nga fillimi i agresionit rus. Në takimin e zhvilluar në kuadër të punimeve të Kongresit të Partive Popullore Europiane që po mbahet në Spanjë, Abdixhiku ka shprehur mirënjohjen për qëndrueshmërinë e popullit të Ukrainës dhe ka theksuar se Kosova, si një vend që ka kaluar një periudhë të ngjashme sfidash, e kupton rëndësinë e mbështetjes ndërkombëtare për një shtet të pavarur që lufton për sovranitetin e tij. Populli i Kosovës qëndron përkrah Ukrainës. E di mirë se çfarë do të thotë të mbrosh lirinë dhe shtetësinë në kushte të vështira. Mbështetja jonë është e sinqertë dhe e vazhdueshme, ka deklaruar Abdixhiku. Kreu i LDK-s ka theksuar gjithashtu se njohja e pavarësisë së Kosovës nga Ukraina do të ishte një hap historik dhe do të forconte marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve. Presim që Ukraina, si një shtet që vetë po lufton për të drejtën e saj për ekzistencë, të njohë pavarësinë e Republikës së Kosovës. Një gjest i tillë do të kishte peshë të madhe politike dhe simbolike për të dyja vendet, është shprehur Abdixhiku. Takimi mes Abdixhikut dhe Klitschkos vjen në një kohë kur solidariteti ndërkombëtar ndaj Ukrainës mbetet i rëndësishëm në përballje me agresionin rus, ndërsa Kosova vazhdon të kërkojë njohje të mëtejshme në arenën ndërkombëtare. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, po qëndron në Valencia të Spanjës, ku po mbahet Kongresi i Partive Popullore Europiane. Para disa liderëve dhe delegatëve, Abdixhiku foli për sfidat të zhvillimin e Kosovës. Ju fola për pengesat agresive të Serbisë ndaj Republikës sonë dhe vetë ekzistencës sonë, siç dhe bëra thirrje për njohjen e 5 shteteve mosnjohëse nga BE, përfshirë dhe vetë Spanjën. Në kapritësin e këtij kongresi të familjes më të madhe europiane, u shpreh Abdixhiku, ju fola për zhvillimin e Kosovës, për popullin e mrekullueshëm ton, për fatin ton të mbar të ardhshëm që asgjë nuk do ta ndalë, theksoi kreu i LDK-s. Ai ndau fjalimin që e mbajti para të pranishmëve në vijim, fjalimi i tij plot. Zonja dhe zotërinj, delegatë nderuar, miq të nderuar të Partive Europiane Popullore, përshëndetje i veçantë të qëndroi sot para jush në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, një parti e lindur nga rezistenca, udhëhequr nga parimet dhe orientuar nga vizioni. I tillë është dhe vendi im, Republika e Kosovës. Sot ju flas, jo vetëm si kryetari i LDK-s, por edhe si një qytetar i një vendi të vogël me një ëndër të madhe europiane, një ëndër e lindur në sakrificë, e ushqyer në shpresë dhe e mbartur përpara nga një brezi im, që beson në ndërtimin e së ardhmes përmes paqes, demokracisë e bashkimit me vetë Perëndimin. Një çerek shekulli më parë, në kohën më të errët të historisë sonë, Europa qëndroi krah nesh. Në fund të viteve 90, kur Serbia dhe regjimi i Miloševićit zhvilloi luftën e agresionit ndaj popullit të Kosovës, duke synuar pastrimin etnik tonin, demokracitë perëndimore, Bashkimi Evropian dhe NATO u rreshtuan në anën tonë. Ju qëndruat me ne, jo për interesa pushteti apo terrori, por qëndruat për parime. Kosova u bë vendi ku liria triumfoi mbi frikën dhe ku solidariteti perëndimor ngjeti qartësinë e vet morale. Dhe më lejoni ta theksoj edhe këtë, deri sot Ukraina përballet me një agresion pa shtegër. Kosova qëndron edhe një herë në anën e atyre që luftojnë për të drejtat e tyre për të ekzistuar. Ne e dim çfarë do të thotë të mbetesh në errësirë dhe çfarë duhet për të ecur drejt dritës, dorë për dore me miqtë dhe aleatët. Le të shpresojmë dhe të punojmë që aleatët tuaj do të mbeten të palëkundur në anën e duhur të historisë. Kosova qëndron në anën e duhur të historisë. Dhe përderisa vendi im ka ecur përpara, duke përqafuar demokracinë, ndërtuar institucionet dhe parafruar çdo politik me shpirtin evropian, ne ende mbahemi pas një konflikti të vjetër dhe bashkë me të, nga një mentalitet i vjetruar që edhe pas 25 vitesh nga lufta, vazhdon të fryjë mbi qafën tonë. Përballë nesh qëndron një fëmijë që refuzon të ndryshojë, që vazhdon të jetë i hapur nga e kaluara, që e mohon të vërtetën, që nxit plot urrejtje, që mblon e strehon gjithë ata që kërcënojnë paqen, një fëmijë që një çerek shekulli pas vazhdon të mohojë të drejtën tonë për të ekzistuar. Po le të jetë i qartë, jo vetëm që ekzistojmë, ne po lullëzojmë. Republika e Kosovës po lullëzon si një shtet sovran, si një demokraci funksionale dhe si një shoqëri që synon integrimin e plot evropian. Ne po ecim përpara dhe nuk do të ndalemi.
Kemi një detyrim moral dhe demokratik shëbrezave të rinj të sigurojnë një të ardhme në paqe dhe mirëqenie, dhe ajo e ardhme është në Europë krahas kombeve që ndajnë vlerat dhe idealet e njëjta me ne. Prandaj edhe një herë i bëjthiri Europës qëndroni me ne, ndihmoni në quarjen përpara të kësaj misioni të përbashkët. Kjo betejë jona nuk është vetëm sfidë e Kosovës, është një kontinentin ton. Çdo përpjekje për të vonuar rrugtimin evropian të Kosovës është në thelb një sfidë ndaj idesë së një Europe të bashkuar, të lirë dhe të plotë. Për ato pak shtete që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, kanë kaluar 25 vjet është mos e mjaftueshme. Ne i kemi fituar vendin tonë përmes reformave, përmes qëndrueshmërisë, përmes një besimi të palëkundur në rrugën evropiane. Dhe gjithashtu të shtri apelin tim edhe për rajonin tonë si tërsi, Ballkanin Perëndimor,